në ndajnë vetëm 10 ditë nga zgjedhjet e 11 majit. Dua të di tani, zonja Lala, a janë evidentuar rastet të krimeve zgjedhore? Çfarë ka rezultuar nga hetimet deri tani? Opozita ka filluar të bërtas, si thash fort, që ka parregullsi. Cilat janë ato nëse ka? Dhe institucioni që merret me këtë punë, sot kryetari i majorancës tha që ne kemi garant mbi palët SPAK-un. Atëre, çfarë ju keni konkretisht? 2 shifra, sepse ka marrë shifra zyrtare dhe nga ana e policisë së shtetit, por edhe nga ana e prokurorisë posaçme, rezulton që sa i përket krimeve në fushën zgjedhore, policia e shtetit aktualisht ka 19 raste nën hetim, 18 prej cilave janë raste të hetuara dhe të iniciuara nga ana e saj, ndërkohë që një rast tjetër është dërguar për ndjekje dhe kompetencë, pra është deleguar nga ana e prokurorisë posaçme. Nga këto raste bëhet fjalë për 3 forca politike. Partia Socialiste mban numrin më të madh, pra mazhoranca, Partia Demokratike ka mes tyre dhe Partia Social-Demokrate e Tom Doshit. Pra këto janë 3 forcat politike që deri më tani, pra deri në këto momente, janë të dyshuara për krim zgjedhor. Nga këto bëhet fjalë për vepra penale që kanë të bëjnë me korrupsionin në zgjedhje, por kemi vetëm një rast të arrestuar që është ai rasti i Lushnjës me 50.000 lekë ose 500.000 lekë të vjetra për blerjen e votës. Kemi disa raste të shpërdorimit të detyrës, ndonjë shpërblimi dhe premtimi në këmbim të votës, si dhe përdorimi i funksionit publik në veprimtari politike dhe zgjedhore. Këto janë shifrat zyrtare nga ana e policisë së shtetit deri në datën 28 prill, sepse të dhënat më pas do të përditësohen ditën e nesërme dhe do të ketë një buletin tjetër sa i përket të dhënave konkrete me përditësime. Ndërkohë që prokuroria e posaçme ka quar në 30 deri në këto momente numrin e procedimeve penale që kanë të bëjnë me fushën ose me krimet zgjedhore, sepse ndryshe nga policia, prokuroria ka edhe një portal ose një faqe, ose si mund ta them një faqe online, ku shkojnë edhe ankesa në mënyrë të drejtë për drejtë, ose janë raste që qelen kryesisht nga ana e hetuesve të Byros Kombëtare të Hetimit. Në këndvështrimin tim, të gjitha këto raste, sipas meje, do të japin rezultat, por do të jetë rezultati, mendoj, pas zgjedhjeve, sepse janë raste të cilat janë në punë e sipër, sepse natyra e krimeve zgjedhore është e tillë që nëse nuk kapet paraja, pra nëse nuk kapet momenti dhe nuk kapet paraja kur, për shembull, individi ja jep votuesit, mund të jetë përfaqësuesi një force politike, është shumë e vështirë për të ngritur veprën penale të korrupsionit. Megjithatë, kjo strategjia e hetimit të krimit zgjedhor është hera e parë që është duke funksionuar. Kemi në të 12 qarqet prokuror të prokurorisë posaçme, prokuror të jurisdiksionit, të prokurorive të jurisdiksionit zakonshëm, hetues Byros Kombëtare të Hetimit dhe hetues të krimit ekonomik, të cilët janë shpërndarë dhe janë duke funksionuar si task force e posaçme për hetimin e krimit zgjedhor. Këto janë shifrat konkrete, sigurisht që unë kam pritur shumë në këtë aspekt, megjithatë do duhet presim se çfarë rezultatesh konkrete do t'japin. Patjetër që Partia Demokratike ka të drejtën si çdo forcë tjetër politike të flas për shitblerje të votës, por në fund fare shitblerja e votës varet nga forca ose nga ndjekja penale që do të shtrojë jo vetëm SPAK, por edhe prokuroritë e zakonshme dhe nga numri të ndëshkuarve. Në të kundërt pastaj do të mbeten thjesht akuza të hedhura nga forcat politike. Sigurisht që zoti Rakipi ne tani mund të fokusohemi vetëm te statistikat për shkak se i tillë është mënyra se si hetohet krimi zgjedhor. Dhe në fakt unë doja të cilat disa statistika tjera sa i takon deri në ç'fazë janë po them kallëzimet e regjistruara nga prokuroria e posaçme deri në këtë moment që ne flasim. Nga informacioni që kam marrë është që prokuroria e posaçme deri tani drejt prokurorisë së posaçme janë drejtuar rreth 70 kallëzime. Nga të cilat 24 janë bërë në platformën të cilën Klodi e përmendi, në platformën online që ka prokuroria e posaçme, 24 të tillë, dhe nga këto kallëzime, nga informacionet që ka marrë, është që janë regjistruar 26 procedime. Po, këtë drejt, por ishte raportimi fundit. Raportimi që mora ditën e sotme ka shkuar në 30, kështu që në vizë shifra, po je korrekt në raportimin e fundit. Dua të shtoj diçka tjetër që nga këto 26 procedime, 7 janë të regjistruar me iniciativë nga prokuroria e posaçme, nga vetë prokurorët e prokurorisë posaçme, dhe unë kam përshtypjen që këto janë edhe procedimet më të rëndësishme që mund të ketë prokuroria e posaçme. Në këtë fazë që ne jemi duke diskutuar, është pak e vështirë që ti të marrësh informacion se për çfarë rastesh konkrete kanë regjistruar hetime kryesisht prokurorët e
e prokurorisë së posaçme. Dhe bashkohem me Klodin në të njëjtin mendim që rezultatet për hetimet e krimeve zgjedhore për mendimin tim duhet vinë ose vinë pas zgjedhjeve zakonisht ose disa ditë para zgjedhjeve, nëse do të kemi raste flagrance, në zgjedhjet e kaluara kemi parë, po kanë qenë sporadike dhe unë mendoj që ky do të jetë edhe suksesi i prokurorisë së posaçme, nëse këto procedime të nisura kryesisht nga ajo do të kenë vlerë dhe dua të shtoj dhe këtu një gjë tjetër që krimi zgjedhor në Shqipëri në shumicën e rasteve që është hetuar nga prokuroria e posaçme vitet e fundit, por dhe nga prokuroria e krimeve të rënda dikur, kanë qenë një dështim dhe ndoshta këto janë zgjedhjet që SPAK duhet ta hetoj seriozisht dhe të ketë rezultate ndryshe. Ne do të kemi një ripërsëritje të historisë dhe do të shohim që gjithë këto hetime të nisura nga prokuroria e posaçme do dërgohen drejt prokurorive lokale dhe nëse ti e dërgon një dosje në Dibër apo në Durrës, dihet rezultati në fund. Është interesante, Julli, se Gjevi e përmendi shifrën 7 procedime penale ose 7 hetime të qelura kryesisht. Për ta sqaruar për opinionin publik, hetimet që qelen kryesisht janë të dhëna që merren në kryesisht përmes përgjimeve ose përmes informacioneve, jo nuk e besoj në rastin konkret që janë nga mediat, nuk mund të them më shumë detaje, po janë kryesisht hetime që merren ose nga anëtarë të grupeve kriminale, ose hetime përmes përgjimeve, pra duke përgjuar një subjekt tjetër, mund të dalin të dhëna që mund të orientojnë prokurorët për krim zgjedhor. Dhe në fakt shpresa më e madhe edhe për prokurorët janë pikërisht rastet e hetimeve të këtyre, pra këto raste të cilat ka përgjime dhe ka të dhëna konkrete për mënyrën se si është kryer krimi zgjedhor. Ju me të drejtë, por edhe publiku me të drejtë mund të pyes pse nuk ka arrestime. Krimi zgjedhor, për të provuar dhe për shkuar deri në fund që të provohet fajësia e një personi të nesërmen, do duhet ketë një bazë dyshimit të arsyeshëm dhe prova konkrete për ta çuar përpara gjykatës. Kështu që unë mendoj do të doj kohën e vet. Megjithatë, në 10 ditëshin, pra duke qenë se jemi në 10 ditëshin e fundit përpara zgjedhjeve, mendoj që kjo është edhe faza ose situata dhe momenti më i nxehtë që sigurisht edhe prokuroria do të ketë edhe më shumë brumë për të patur edhe jo vetëm hetime, por për të patur edhe goditje konkrete sa i përket hetimit të krimit zgjedhor. Okej. Tani, ju thatë që ka 70 kallëzime. Kush i ka bërë këto kallëzime kryesisht, përveç kësaj online? Media apo politika? Janë sigurisht të partive politike, të KQZ-s, është institucioni i cili merret me qytetarë të ndryshëm të cilët i besojnë platformës online të prokurorisë së posaçme. Kjo është mënyra me cilën dhe aktorët të cilët kanë bërë kallëzime në prokurorinë e posaçme dhe për mendimin tim janë goxha kallëzime. Unë nuk ndoshta mund të kenë qenë edhe më shumë në zgjedhjet e kaluara, por kanë qenë kryesisht të subjekteve politike dhe këto lloj kallëzimesh dihet që brenda kanë edhe nota të forta politike dhe her pas here nuk kanë prova. Po për shembull ja të ndalemi pak në një rast konkret. Para pak ditësh unë kam raportuar një lajm për pyetjen e zotit Arbian Mazniku në prokurorinë e Tiranës. Pra dua të sjell një shembull që ka të bëjë për mënyrën se si jetohet krimi zgjedhor. Në atë kohë zoti Mazniku nuk u denoncua direkt, ishte Belind Këlliqit që denoncoi zotin Erion Veliaj në lidhje me rrugën Gjon Belushi, sepse rruga ishte ndërtuar, ndërkohë që tenderi nuk ishte zhvilluar, ishte online dhe nuk ishte zhvilluar tenderi, pra ishte bërë gjithë puna me bashkinë për shkak të zgjedhjeve. Çfarë kohë flasim konkretisht? Po flasim për zgjedhjet vendore në 2023. Zgjedhjet lokale? Zgjedhjet lokale, po pra zgjedhjet vendore. Dhe në rastin konkret, pa për të kuptuar, prokurorisë ju deshën 2 vjet, sepse duhet të kryente atë procedurën, ndonjëherë procedurat hetimore nuk shkojnë paralel me ato çfarë ne presim. Dhe prokuroria vetëm pas 2 vitesh thirri zotin Mazniku për ta marrë në pyetje sepse rezultonte që autoriteti kontraktor në rastin konkret, pra për tenderin e kësaj rruge, që asfalti ishte shtruar, rruga ishte rregulluar, po ndërkohë tenderi nuk ishte zhvilluar, tenderi nuk ishte as gjikundi, ishte zoti Mazniku. Dhe sot që flasim, prokuroria e posaçme, pasi ka marrë dëshminë e zotit Mazniku, që aktualisht është drejtues qarku në Elbasan, është po ashtu ministër i shtetit për pushtetin vendor, duhet theksuar që pas 2 vjetësh, dosja për zotin Mazniku po bëhet gati për të shkuar në prokurorinë e posaçme. Pra mund të ndodhë që hetimet të cilat mund të nisin sot, mund të kenë efektin disa kohë më vonë edhe në varësitë e curisë së dosjes konkrete, se mund të kërkohet. Çfarë efekti do ketë mbi rezultatin e zgjedhjeve? Patjetër mbi rezultatin e zgjedhjeve është histori tjetër, por nëse jetë 3 hapa me vonesë, çfarë vlerë ka? Dakor, pastaj nëse ne flasim që mund të japi vlerë fare. Jo, vlerë për individin nëse dënohet për krimin zgjedhor, për individin konkret patjetër që duhet të mbaj pasojat për ato çfarë ka kryer.
Ndërkohë që sa i përket rezultatit nuk di sa mund të ndikoj edhe po u arrestua një person apo dy. Nuk e di se çfarë ndikimi mund të ketë kjo Për kuptuar se sa i dështuar ka qenë hetimi i krimit zgjedhor më përpara. Do të sjell disa shifra të vitit 2021. Në progrurinë e posaçme, por dhe në progruritë e rrethave në atë kohë u dorëzuan 293 kallëzime dhe vetëm 3 vendime fajësie ka për gjithë këto kallëzime të supozuara se kanë ndikuar tek rezultati i zgjedhjeve. Prandaj është radha për të hetuar seriozisht krimin zgjedhor dhe SPAK-u për herë të parë ka miratuar një strategji të tillë, të shohim nëse do ketë rezultat. Duhet presim ndoshta edhe 10 ditë sa të vinë edhe zgjedhjet. Dhe një gazetar që përveç të institucionet e ligjit, punoni dhe jeni afër tyre, ju keni dhe natyrë investigative. Të dy drejtoni ndonjë emision të këtij lloji. Tani, opozita po bërcet, tham, fort, për paregullësi. Dhe intensifikimin, opozita e ka bërë tani. Duket ka dhe interesat politike që ju i theksuat, por unë do të diskutoj ato në minuta më vonë. Kur diskutoj në pjesën e dytë, do të kem këtu analist politik. Dhe të shikojmë se çfarë është konkretisht kjo gjë, sepse ka 35 vjet që ne jemi në proces, hymë në procese zgjedhore dhe jemi vendi në Ballkan, ndoshta mi dyshimtë për mos njohjen e proceseve, për mos njohjen e zgjedhjeve shpesh dhe thjesht edhe për blerjen apo vjedhjen e votave, që nga viti 90. Të jemi realist. Tani, nuk është zgjedhor, zoti Rakipi, nuk është vetëm blerja e votës. Krim zgjedhor është edhe kur një ministër përdor vën në shërbimin e vet të gjithë administratën, kur të gjithë drejtorët e administratës janë të përfshirë në fushat këmbëkrye, pra lën punët që i ngarkon ligji dhe shkojnë merren me fushat zgjedhore, kur gjithë makinari e shtetërore vendoset në funksion të zgjedhjeve. Pra, krimi zgjedhor e vetmja gjë që kjo strategjia të japë rezultat është që qytetarët në vetvete të bashkëpunojnë gjatë gjithë kohës me institucionet. Pra kjo është e vetmja mënyrë që mund të japë rezultat. Se shkojmë pak te vota diasporës. Po të shikosh, është bërë rëndom marrin emigrantët, pra vota që mendohet që mund të ndryshonte të ardhmen e këtij vendi, është bërë një paqavure e vërtet. Pra emigranti merr aty, e firmon votën, apo s'do të... Që jemi në një pyetje... Kisha dhe unë diçka, nëse është tani për diskutim. Jo, s'është tani kjo. Dakor. Është një pyetje... Po të them që... Kam një pyetje më pas, jo të mos ikim nga ky moment edhe pak. Po se çfarë mund të bëjë opozita në të ardhmen, unë nuk e di. Jo, atëre kam unë pyetje tjetër. Problemi është që në rastin konkret, e vetmja mënyrë që krimi zgjedhor të kapet në flagrancë është kur qytetarit i premtohet diçka, ai mund bashkëpunoj me prokurorinë, me policinë dhe tjera me radhë, duke patur raste të denoncuara, duke patur fakte konkrete, duke patur video, audio e tjera me radhë. Kjo është e vetmja mundësi që të parandalohet shitblerja e votës. Në të kundërt, ja do kapi 5 prokuroria, ja do kapi 10, ja do kapi 20. Çfarë do të ndryshojë kjo në shumicën e vet? Ne kemi parë gjithë drejtorët e administratës që vjen rresht për një. Më thoni kush drejtor administrate guxon sot, ti thot jo, një ministri apo kryeministrit. Më thoni, sepse të nesërmen nuk është më në atë vend puna apo jo. Po duhet të faktojnë këto. Duhet të thotë. Pikërisht pra, por prandaj po të them që duhet bashkëpunim. Por shumë ne kishim rastin Shpesh Klodi, jo. Ja një sekond të ndryj pak një moment tu edhe për shikuesin. Shpesh ne kemi 35 vjet kemi administratat politizuara. Në administrat merren përgjithsisht njerëz të besuar. Nuk është se merren njerëz të cilët vinë me background-e të shkollës, të... Plotësisht dakord, se prandaj jemi... Dhe në këtë pikpamje, ne kemi... Dhe ati nuk e çfarë i bën. Jo s'pak, po ti merr edhe zotin zbritën tokë, ai është i politizuar... Patër pse ja kërkojmë ne prokurorisë dhe policisë? Pra kur e pranojmë këtë si jo, këtë do ta zgjidhë shoqëria me unë, s'kam pikë besimi. Ne po diskutojmë tani. Se ne ja kërkojmë këtë një institucioni. E di pse po e diskutojmë ne. Nga që e ka intensifikuar opozita këto momentet e fundit. Tani nesër unë si hyj fare ta diskutoj se as nuk e njoh të fushën. Fjala është për shembull që tani është rritur intensiteti dhe ideja e blerjes votave. Qarqet më problematike të cilat janë dhe ku janë, ku kemi shenja. Tani Durrësi nuk ka nevojë, Durrësi është tamam si Kolumbia sot. Po. Elbasani po ashtu. Nuk ka diskutime, edhe po se shite voton, ata do ta marrin me Kalashnikov te koka, është histori që nuk ka nevojë fare. Pra ti thua që funksionojnë këto? Absolutisht që po.
Dhe koha do ta tregoj se diku do mbetet një provë për këtë gjë. E mbani mend 339-ën e famshme dhe 184-ën? Po, 184-ën, mbeten diku provat. Dikush do flas, dikush do pendohet. Ku përgjojnë të huajt? Po edhe përgjojnë të huajt, edhe shqiptarët. Ka dhe afat një hetim tani se u bë 10 vjet nga... Dakor, po them që kjo që po them sot do provohet Gjevahir nesër. Në këtë kuptim e kisha, kështu që këto po ndodhin. Ne kemi rastet edhe kur dikush refuzon, në disa qarqe si që është Durrësi, Shkodra, Elbasani, Fieri dhe Tirana, këtu janë për mua 5 qarqet problematike. Nuk e shikoj fare problematike Dibrën për shembull, qarkun Dibër. Pavarësisht se mund të ketë, po nuk e shikoj të shkoj deri në këtë pikë. Ndërkohë që në këto qytete janë jo vetëm problematike dhe duhet ketë në këndvështrimin tim, nëse nuk ka bashkëpunim mes qytetarëve dhe institucioneve, është histori e kohët që ne t'ja kërkojmë edhe policisë edhe prokurorisë. Ta kërkojmë fillimisht tek vetja, nëse një qytetar shkon dhe jep votën për 50.000 lekë, ajo votë është e kontaminuar, nëse mund ta them kështu, si një kontener me banane që brenda ka kokainë. Ka që shumë e thjeshtë. Mendoj që nuk vjen presioni nga ai 50.000 lekë që do marrë dikush se do i bletë votën. Unë mendoj që blerja e votës dhe ndikimin, orientimin në zgjedhje fillon tek administrata dhe patronazhimi që i bëhet administratës. Kështu që nëse flasim për një administratë që shkon në shifrat e 180.000 personave të punësuar, kështu që është një armatë e tërë e cila është në thundrën e pushtetit. Kështu që unë mendoj që risia e kësaj fushate dhe për të parë nëse ka apo jo ndikim të krimit, mendoj që janë të rinjt. Ne shohim në listat e partive politike të rinj të cilët janë anonim dhe nuk thonë asgjë nga ana politike, por që flitet dhe përflitet që mund të ketë ndikim të krimit të organizuar prapa pas këtyre të rinjve, dhe unë kam përshtypjen që në këtë drejtim është duke punuar edhe Prokuria e Posaçme dhe Byroja Kombëtare e Timit. Për të parë, sepse ne kemi parë që Spaku është shumë prezent dhe Byroja Kombëtare e Timit është shumë prezent në Elbasan, në Durrës dhe edhe në Fier, po sepse kishim edhe ngjarjen në Fier, kështu që por risia janë të rinj dhe pas këtyre të rinjve dyshohet që mund të ketë grupe të caktuara interesi ekonomike, politike, por edhe kriminale, të cilët orientojnë votën drejt këtyre të rinjve që shesin veten si fytyra e re e politikës në Shqipëri.